Këshilli i Komunës së Strugës ka mbetur pa kryetar dhe partitë asesi të bien në ujdi. Pas akuzave të djeshme të kryetarit të komunës me ndyqyra se bllokada po vjen nga AKI dhe lista e ish-kryetarit Ramis Merko, nga AKI u kundërpërgjigjen duke i quajtur akuzat të pabaza. Këshilltari komunal Faton Pollozhani tha se këshilli që në seancën e parë ka shkelur ligjin, duke vendosur në rendite propozimin për emër nga radhët e AKI-s, ndërsa pas konstituimit e kanë tërhequr pikën nga rendi i ditës. Asë një pjesë tjetër me ne asë nuk është konsultu, asë nuk ka bisedu, asë nuk ka raftu. Dhe akuzat ati janë vetëm një shenjë e pafuqishmërisë politike përballë VMRO-s. Edhe ai bëhet luan kështu se fëmia në shtëpi, bëhet luan e ku shkon ke shkolla atje bëhet mi. Kryetari Qyra dje paralajmëroi zgjedhje të reja për këshilltar nëse nuk gjendet zgjidhje për zhbllokim. Kryetari komunës dhe partitë e shumicës kemi rënë dakord që nëse opozita vazhdon me metoda bllokuese, në momentin që do të përmbushen kushtet ligjore, do të organizojmë zgjedhje të parakohshme për Këshillin Komunal. Për këtë situatë, pyetëm Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, por na thanë se nuk janë kompetent për të folur për këtë pikë. Sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, Këshilli i Komunës mund të shpërndahet me vetë iniciativë nëse për këtë deklarohet shumica e anëtarëve të rinj. Shpërndarja e Këshillit mund të ndodhë gjithashtu nëse ai miratohet përsëri nga një dispozitë që më parë është anuluar ose ndërprer nga gjykata kushtetuese. Sjell vendime që rrezikojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës. Nuk mblidhen për më shumë se 6 muaj ose nuk miratohet buxheti dhe llogaria përfundimtare e buxhetit deri më 31 mars të vitit vijues. Përndryshe, Këshilli i Komunës së Strugës përbëhet nga 23 këshilltar, 8 AKI, 6 VMRO-DPMNE, 4 Vlen, 1 LSDM, 1 Levica dhe 3 lista e pavarur e Merkos.